Temi këtu, Tomi, pse je kundër mbylljes? Ky është vendim shumë radikal. Unë do shifsha që qeveria të bënë një paket vendimesh për e para të mësoheshe që në shkollën 8-vjeçare menaxhimi i të drejtave digjitale. Kush janë drejtat tua digjitale? Çfarë duhet bërë? Si duhet të jetë një postimi jot? Çfarë duhet kesh parasysh kur ke një account në Facebook? Ku mund ta hapësh kur bullizohesh ose kur je objekt? Si duhet sillesh kur hap një account një profil të ri social media? Këto gjëra duhet fillojmë të mësojnë në shkollë. Vendime tjera, neve duhet fillojmë në thojnë se duhet trajnojmë edhe prindërit, se edhe prindërit ka ndodhur Po ne kemi sepse është vendim shumë radikal, është se zgjidhim me komshi, edhe t'i fusim me mburr aty dhe s'po flasim për gjyshën. Ne kemi gjyshën që përdorin TikTokun dhe përdorin në mënyrë të tmerrshme, po gjyshën si edukojmë, ti sjellëm në shkollë. Po nuk mund të bëjmë mur. Po gjyshën s'ka të bëjë. Prindërit e rinj, sepse kemi prindër që janë millennials dhe ne kemi pas raste edhe vjet në Durrës. Edhe vjet në Durrës, ne kishim një vrasje në Durrës. Dhe ajo zonja nuk dinte se të menaxhonte. Stafi, imagjini dot tiktokeren më të vjetër që kemi. Kontrolloni herë, kë kemi moshën më të madhe. Kush është arrestuar? Pse? Po si thua ti pse? Po ishte në Sarand duhet. Sepse çfarë bënte Tomi? Çfarë bënte kjo? Thuaj pak se kjo merrte nipin minoren e përdorte për content. Çfarë bënte? Katerina, pse e kundër? Po, e para një arsye për mua nuk qëndron fare. Pra do duhet kishte një arsye tjetër për mbylljen e TikTokut, sikur se ka pasur në shtetet të tjera respektive. Edhe argumente, sepse nëse do të ecim me këtë logjik, i bie që ne të mbyllim gjithçka që na rrethon. Pra praktikisht i bëjmë off mediave sociale, sepse nuk është e vërtet që ka një kontroll më të shtuar në Instagram apo në Facebook, pra mund të ketë përfitime prej tyre. Roblox. Po ja të t'jap një shembull. Roblox nuk e njoh fare. Fakti është ka momenti ku deklaruat në Facebook, vetëm kaq. Në Facebook një video me dhuna apo me gjak nuk është ndalueshme, nuk ka Iran vjekja TikTokut dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që filluan të lindnin si kërpudha aplikacione të tjera. Pra aktualisht i ke një aplikacion që është pothuajse 95% i ngjashëm me TikTokun, që ka të njëjtin algoritëm si TikToku dhe ka filluar të përdoret në masë dhe ai dhe është në bashkëpunim me Snapchatin, meqense e përmendëm. Aty gjithashtu nuk ka fare filtra. Pra nëse ka një aplikacion që është vërtet jashtë kontrollit për filtra, është Snapchati dhe jo TikTok. Pra ju thonë që ne po navigojmë në një botë ku kontrollet akoma nuk janë ato që duhet jenë, që janë të ekspozuar si shqiptarët, si duhet ku do mbot. Patjetër, ka dhe një problem tjetër Blendi. Ka shumë lojra që janë online, që ti nuk e nevojë fare të kesh një aplikacion, ndaj të cilave gjithashtu nuk ke fare kontroll. Tek të cilat gjithashtu ka dhunë, ka bullizëm, ka gjithçka që ne deri tani po flasim që duhet të ndalohet. Pra kemi ne një mënyrë për të ndaluar vërtet ose për të parandaluar vërtet këtë dhunën për cilën po flasim në rrjetet sociale. Se paralelisht me mbylljen e TikTokut duhet vinë edhe disa elemente të tjera që të lidhin vërtet me atë arsyen që unë thash në fillim, se ti merr shkak nga një ngjarje. Patjetër, absolutisht, por kjo nuk do të thotë që ti të bazosh mbylljen e cila duhet të kujtojmë që është mbyllje e përkohshme, nuk është të përhershme. 12 muaj ka thënë kryeministri. Pa ta marrin kontroll. Që unë prap nuk e besoj që ajo do mbyllet për një vit, nuk e beson. 10% tha Tomi do ta mbyllin. Unë nuk e besoj fare që do të mbyllet sepse do ketë mënyra të tjera për të lokuar. Mendoj se 10% Eritrea dhe Turkmenistani janë dy vende që nuk lejojnë as internet, as aplikacione. Në Eritrea më morën futën nga i rrugis në i rrugis tjetër, në i rrugis më çunte njëri që të ndronte VPN-n. Se se ndroja do të vetë, se syja do të, se di si ma ndronte. Po që ata përdoruesit e TikTokut, tashmë e ka një VPN të instaluar. Po mi përgjyshe se të mësosh ti VPN-n të ndroj. Po, s'është problem fare, përderisa mësua një Albanian VPN-e që... Jo, se ka mësuar. Besar, se je kundër? Atëherë, unë thjesht do marr brenda minutit do argumentoj. Do marr dy situata. S'ka jap dhe i minut borç, s'ka problem. Përderisa në rajon, TikToku nuk është problem, do të thotë që në Shqipëri ose kemi një popull të çmendur, ose kemi një qeveri që nuk i vë filtrat si që i kanë vënë vendet e tjera. Ose nuk ka qenë diskutim me autoritetet TikTokut për t'i vendosur këto filtra. Tani vetëm ki parasysh një gjë. Në përdorimi i rrjeteve sociale në Shqipëri është më i lartë në rajon ndjeshëm. Për lera të mua betë... Por mund t'jetë dhe më i lartë në Europë, ndoshta... Ke në Serbi, ke Greqin, nuk jemi net parë për trafiku i Shqipërisë është njësoj me Rumaninë që ka 20 milion banor. 20 milion banor. Shqipëria përdorimi në rrjetet sociale ka të frikshëm. Atëherë ne që kemi populli të çmendur që do të zëri qeveria të na detoksifikoj nga TikToku. Unë nuk mendoj që është as e para... Kjo është lidhur me TikTokun, se dhe po i mbyllet TikTokun do futen Facebook, do futen Instagram. Unë nuk mendoj se është as e para dhe as e dyta, po patjetër është një arsye e tretë që TikToku është i pa kontrolluar, algoritmi aty, unë si politikan... Po dhe Instagram është i pa kontrolluar. Jo, është.
në shkupisht. Algoritmi është kontrolluar Instagrami, po thua? Po, pa tjetër. Nga qa është i kontrolluar? Po, nuk e ka kur algoritmin shpërthye si që ka TikToku. Kjo është video të cilat censurohen. Ka më shumë përdërues aktiv TikTok. Algoritmin që nuk Ka më shumë përdërues. E ka dhe ekspozimin, ndërkohë nëse Meta kërkon ta komercializoj çdo lloj ekspozimi të një postimi tim që unë duhet dhe ta sponsorizoj brenda organikëve të mi, TikToku ndërkohë e thyen barrierën për këtë gjë. Dhe unë si politikan këtë e ndjej. Çdo postim që unë kam postuar në TikTok ka një shikueshmëri më të lartë, ka një feedback më të fortë. Si tjetë kundra me, si tjetë kundra qeverisë. Kjo është pjesa Po marrë njërë këtë, njërë këtë anë. Po është pjesa e aksesit politik që lidhet me lirinë e shprehjes. Dakor, 2 sekondë, Blend, përderisa ajo mbyllet vetëm 2 muaj para zgjedhjeve, le të mbyllen 12 maj, Edi Rama është i bindur që do i fitojë zgjedhjet dhe do shpëtoj Shqipërinë nga bataku i kënetës bufit. Pse me 12 jeni dakord vetëm për çështje politike? Po patjetër më. Përderisa bëhet 2 muaj, përderisa bëhet vetëm 2 muaj para zgjedhjeve, patjetër që kërkon. Pra ju e shihni vetëm në strikt politike. 100% ndërhyrje të një fushate të mundshme elektorale online. Dhe kjo është komplet hipokrizi i një force politike që kërkon dhe deputetët i bëjmë platforma online si deputeti që duam. Dhe tjetra, nesër pas nesër i mund thonë takova dhe 70.000 prindër thotë dhe ai mbyllim dhe Facebook, Instagram dhe Snapchat. Dhe një pyetje kam për kryeministrin unë, sa a nisi kjo prej vrasjes te shkolla Fanoli. Nga këta 65.000 prindër që takoi brenda javës, pati mundësi të çojë një mesazh ngushëllimi te prindrit e vet viktimës. Vetë mamaja në këtë studio ka thënë jo. As kryeministri, as ministri, as drejtoresha e shkollës. Asnjë ka. Po, dhe kjo është mënyra më skandaloze që ajo është përdorur për një qëllim të Edi Ramës. Tani këto krime vazhdojnë të ndodhin, siç ka ndodhur javën e kaluar në Cakran të Fierit, në një shkollë, në Shermethika, siç ka ndodhur në Bazë të Matit, po nuk ka lidhje me rrjetet sociale. Siç ka ndodhur tek Sami Frashi. Dhe nuk është TikToku. Jo, nuk ka lidhje me TikToku, nuk vetëm si sherri që i tmerrshëm, shive. Po. Dhe sipas burimeve të policisë ne u munduam ta sqarojmë, ka 2 versione. Një version është që e kanë ngatruar fare atë personin, e kanë ngatruar për një tjetër. Një version i dytë është që janë zënë për këto tipiket më pe të pash, pse më pe, edhe kjo është e tmerrshme. Një rini që vazhdon. Po të themu çfarë është më e tmerrshme? Themu çfarë është më e tmerrshme Blendi? Themu çfarë është më e tmerrshme? Është e tmerrshme që rojët e shkollave janë patronazhist me tesër partie. Nuk merren as policët që duhet ruajnë shkollën dhe sigurin fizike dhe brenda perimetrit të lagjës të marrin dhe informacione operative për çfarë sherri do ndodhi, por as drejtorët e shkollave nuk merren më me sigurin, po merren me fushat elektorale. Aq sa KQZ-ja ka ndaluar me urdhër për ripostimin në media sociale të postimeve të ministrës së arsimit nga drejtorët e shkollave. Po se tani s'lejohet se është fushat. Pra ti e sheh kryesisht te ideja e një censure politike që lidhet 100% dhe kam dhe një problem tjetër të madh, që nëse flasim për fenomenin e tiktokerëve, ata tiktokerë i kenë në media televizive nga mëngjesi deri në prime time. Por nëse ka një tiktoker me sy më sy, me fjalor më të rëndomt, se ata tiktokerët, ai është kryeministri i Shqipërisë, që me vulgaritetin e tij të knetës e bufit e tjerë, harron që në knetën e korrupsionit ka një 10 ministra. Atomi? TikToker. TikToker, okej, në rregull, se mos e ngatroj. E them në theks kosovar. Është çështje politike, thot Xhaferaj, që kryesisht synon zgjedhje 11 maj. Shiko, për mua fare tani që të them një fjalë që TikToku është i dëmshëm, do thosha këtë e di dhe bufi, po ta përdor në këtë formë do keq interpretoj. TikToku i ka dhënë provat në tërësi se sa i dëmshëm është. Ta cilësojmë mbylljen e theksoj të përkohshme, se nuk është mbyllje e përhershme TikToku. Po që i keq le ta mbyllim ose është e përkohshme për sa kohë kompania nuk ka marrë masat të cilat janë kërkuar ndër vite, të cilat duhet i marrë, plotësoj ato filtrat e duhur që i faktoni do t'ja keni kërkuar. Siguria e fëmijëve të mos shënohet sepse siguria e të kjo është aludim komplet. Po, ta mbaroj edhe ta japun për. Sa po e thej, jo, kemi serioz ndaj publikut. Është shumë e fakton do t'ja keni kërkuar parti politike një gazetar i respektuar thotë që kanë ardhur 2 herë dhe keni pas mundësinë t'ja kërkoni. Në tërësi madhështore, në vetvete madhështore, e thënë pastaj dhe bashkuar me deklaratat politike që kanë ardhur nga opozita, për më tepër nga kryetari i opozitës madhështore, e bën akoma më madhështore deklaratën vet, që t'i thrasësh fëmijët dhe prindërit e tyre të dalin në protestë për të mbrojtur TikTokun, dhe vet TikToku nuk ka përdorur zyra avokatie për të mbrojtur veten, e bëjnë këta avokatin e TikTokut,
Vetë TikToku ka ardhur këtu dhe po diskuton se çfarë masash do marrim bashkërisht që ta hapim, vrasësh fëmijë dhe prindrit në protestë. Ne bëjmë Po kjo është vrasëtare, kjo është i vrasësh. Me duart e tua ti vrasësh. Ne bëjmë mbrojtjen ndaj censurës. Po mirë, më dakord. Tani kauza politike. Sa për logaritëm që të kanë dalë gjëra me drogë, ato dalin nga çfarë kërkon dhe shikimesh kërkon të kërë të shohësh. Pa nëse të interesuar gjithë video me drogë do dalin. Po atëherë do të thotë që ekzistojnë përderisa i ka kërkuar dhe kanë dalë. Jo, po them nga interesi që ke pas për research. Ty çfarë dalin beskuar? Dalin deklarata politike, dalin fshat, dalin se Tomin çfarë pashë dilin gjëra të tjera. Tomi është researcher, kërkon ta bazosh të gjithën këtë dhe ta kthesh në kaos politike, për mua nuk më shqetëson, madje ta mbajnë kaos politike çdo lloj censurimi. Është humbur. Kjo është pa diskutim. Ta them unë sepse përveç faktit që nuk ka shqiptar që nuk e ka parë problematikën që lind nga TikToku dhe që nuk ka shqiptar i cili është pa Dirama 2 muaj para zgjedhjeve, që të limitohet 2 muaj para zgjedhjeve Dirama e pa problematikën dhe cënon sigurinë e grupeve vulnerabël, siç janë vendosi 2 muaj para zgjedhjeve. Ka si çndrojnë në këtë linja. Nëntor nisi se ndodhi tragjedia. Vetëm Shqipërisë se dolëm sigur jemi ne, ku diun ku çetrat e vendit. Nuk është e vërtetë. TikToku është problematik në barë botën, ku për sigurinë kombëtare... Po, nuk ka pas vendime drastike. Ore, pëse se kanë dy asnjëra, se mirë që ka problematik në barë botën. E kanë limituar për fëmijët në Australi. Pëse se limitum dhe ne, pra po e mbyllim. Do ta limitojmë dhe kur të limitohet, do ta kesh akses... Ju do keni prapë... Po pas 12 majt pra zotri. Do ta kem prapë, edhe duke censuruar. Intereson ta kthesh në kaos politike, ndodh, ke bë 2 muaj para. Nuk po ju keni limituar dhe kasetat e televizionit. Më çoi një mesazh dikush që më tha, ne e bëm tha Ksamilin dhe Shqipërinë famshme në TikTok. Pra për përdorim marketing, nuk jam unë kundra, më fal, nuk jam as unë as kush në Shkodra elektronike do dali fitues Eurovizionit vetëm nga TikToku. Platformës dhe teknologjisë në tërësi. Po ajo platform nuk ka kontroll, o Blendi. Algoritmat e saj janë nonsens. Nësa ata arrin ta Kush do ta kontrollojë? Kush do ta kontrollojë? Politika juaj i kontrollon. Nuk ka lidhje. Ju jeni pro mediave që i kontrolloni, ju jeni pro platformave që i kontrolloni. Ju jeni pro aktivistin që e drejtoni. Ju për këto jeni pro. Po t'jetë puna për çiklishmëri, në përdorim dhe në opozitarizëm, ju del sondazhi keq aty dhe futi një mbyllje. Po ju keni mbyllur Agon që edhe paguajnë 336 milionë euro job sot. Mbyllni dhe të vëklanin nesër, ma nëse dalin nga linja. Po bie ndesh me fjalit që po përdor. Po bie ndesh, sepse njerë thua që kryeministri i vendit po e përdor, më fal. Nëse platforma arrin, le të themi, sot jemi data 10 mars. Nëse platforma arrin në 10 ditë të ardhshme të mbyllin 97% të videove të cilat nuk janë konform regulatorëve normale të krahasimisht me platformën. Shumë mirë. Dhe nëse arrit të bëhet një deal, unë jam e bindur. Angela, atë të bëj një pyetje, ama ka një formë raportimi për këtë gjë. Ama ka një formë raportimi interesuar që ti mbyllet, sepse kthehet në precedent. Pikërisht, dhe ka dhe një gjë tjetër. Unë vi nga industria e distributimit në rrjetet digjitale. Unë si biznes, nga ana financiare kam interes që TikToku të jetë online. Jo, ju më parë keni qenë në biznesin e censurimit mediave sociale. Përmend edhe këtë, nuk ka asnjë problem. Biznes, Angela, censore. Po pse çka kam censuruar? Po s'ka si problem. Po ta mbaroj fjalën deri në fund pra. Ti tani po thot censur. O thuaj çka kam censuruar unë kështu kot video të nxjerr. Idhni video të censurosh, jo copyright, jo. Jo mua vetëm. Do bëjmë revolucion. Po video më video, jam në intervistë. Sot mundohem të bëjmë kështu. Blendi, çfarë? Blendi ti the një përgjigje. Do shaj një fush tjetër, po. E kuptoj, në ajër. Ka si problem. Biznesi është biznes, çështja e copyrightit është çështje copyrighti. Se unë isha duke folur në majtë një gjëje, po flisja mbrapa kisha muzikë në sfond, shumë sfond, edhe muzika për arsye copyrighti mbylli gjithë videon. Se muzika është copyright. Do të hyre copyrightit guidelines, para 2 ditë, është tani te video. Postimet njerëzve që mund bëjnë opozitar, mbyllen, nuk se të mbyll platforma për arsye copyrightit, dhe pa copyright sepse ka filtra që i shikon ato. Megjithatë nuk është ai problem. Po thoja nga ana financiare. Unë si biznes kam interes që të ketë sa më shumë platforma, qarkulloj sa më shumë audiencë, që një material audioviziv që mua më vjen, ta përdor në gjithë platformat e mundshme që unë ta pompoj, ta shty. Por, duke parë se sa regula shkel TikToku, qoftë për të mbrojtur të drejtat autoriale, ku ne në është dashur jo më largë se
Pra një pyetje në Kosovë, që se kanë këtë shqetësim Unë ata nuk që jam janë në kolegët Kosovë dhe nuk e tuaj? di se çfarë ndodh në Kosovë. Në Maqedoni, Unë do në shkoj në Bosnjë. Kosovë këtë javë. Gjermania është BE, Gjermania është Bashkim Evropian. Po pra dakor, pra pse nuk e kanë këtë shqetësim? Po pra se nuk unë kolegët tuaj. Për Kosovën. Si kolegët e mi? Po kolegët pra të industrisë tuaj, pra pse nuk e kanë këtë shqetësim? Cilin shqetësim? Që në TikTok ka materiale shqetësuese e kanë të gjithë? Që në TikTok ka materiale shqip shqetësuese dhe filtër pra. Në TikTok pa tjetër që kanë. Pa kontroll, pa filtër. Pra kjo funksionon në Ballkan. Si funksionon në Ballkan? Nuk po e mbyll njeri. Po mirë, nuk të vën filtra kontrolli, se një gjë nuk mbyllet, thjesht vjen filtra kontrolli. Unë doja ti ne mendoj se banka është gati jemi të mbyllim me ide. Ishte duke qenë në kundërshtim çfarë thoshte në fillim dhe atë që tha pak më parë që kryeministri i vendit, kryeministri, ja më lër ta shpjegoj. Kryeministri i vendit tha ju është një nga përdoruesit më të mëdhenj të rrjeteve sociale dhe të platformave të ndryshme elektronike. Tani, ju thatë që ai është del edhe në gjithë mediat shqiptare. Po më lër ta mbaroj fjalinë dhe do e kuptosh çfarë është ajo që them unë. Pra, ju po thoni që përdor në mënyrë të tmerrshme të gjitha rrjetet sociale dhe ndërkohë bini ndesh dhe thoni që i intereson ta mbyll se nuk ka mundësi tjetër. Është pra se kanë kontroll. Pse kur një njeri që bën gjithë të publicitet, pse duhet ta mbyll? Video që marrin 100 milion views. Po pse duhet ta mbyll? 50 milion views. Nëse ka interes. Po ja ta them unë, gjatë fushatës elektorale, shumë kollaj dhe në mënyrë anonime, mund të ekspozoj dhe postoj vjedhja e votës, blerja e votës, po do merret një algoritëm nuk merr. Si ka mundësi që një fenomen nuk e merr atje sa e merr TikTok asnjëherë. Lutem, më lër ta mbaroj. Asnjëherë nuk e merr atje sa e merr TikTok. Si ka mundësi që ta ktheni këtë fenomenin në një diskutim të tillë elektoral kur një familje ka humbur një TikTok po flasim pra tani, ç'është mua. Dhe babaja e atij fëmijës që ka humbur jetën dhe po flas për censur pra. Para Blendit. Po nuk mund ta e kanë ngushëlluar atë prindë e Dirama? E ka pyetur atë prind mbyll TikTokun. Po ta pyetim më një atë prind mbyll TikTokun. Ta pyesim një atë prind, ma vrau mu djalin TikToku apo ma vrau mu djalin mungesa e sigurisë shkolla. Po ju që thoni që atë e vrau TikToku dhe del një hero si e Dirama që do mbrojë fëmijët shqiptar nga vrasja, ju jeni ku jeni. Ju jeni ku jeni, se jeni dhe prind, edhe unë jam prind, po nuk e di. Pra, nëse ka një gjë që duhet ishte ngritur shoqëria shqiptare për të mbrojtur fëmijët shqiptar, shkoj dhe të kontrolloj shkolla, ata kanë psikologa ka roje. Jo mbyllja TikTokut. Doli e Dirama takoi 65 prindër brenda javës. Për mbylljen e TikTokut dhe jo për vrasjen e të rinjve. Si? Ne shohim tek Juve një formë revolte të tmerrshme për mbylljen e TikTokut. Për censurimin e çdo gjëje. Për censurimin e çdo gjëje. Përderisa ka 1/3 e trafikut internetit, ti ke censuruar 1/3 e komunikimit që nga 1/3 apo më shumë. 1/3 e ke censuruar. Më fal pak, po kush jeni ju që do bëni thirrje për fëmijën tim të dalit të bojë mësimin? Po kush jeni njerëzit dalin kundra censurës, kush do del, kush do s'del. Edukata lind nga familja. Po ti nuk e lë fëmijën, mos kemi rak, unë bëj thirrjen ti nuk e lë, celularin dhe për aparatin. Por ama po bëra thirrjen, ti te ministri i arsimit, ke qenë protest? Po si s'kam qenë, unë jam gazetare, tani do më thash. Jo me raportu, ke qenë. Unë jam nuk raportoj unë. Unë jam një analiste shumë e mirë fill në ngjarje, se kam 20 vjet. Ke qenë si ministri i arsimit. Po kam qenë edhe ministria dhe nuk jam kundër. Çfarë kërkesash kishin protestuesit? Çfarë kërkesash kishin protestuesit se kam qenë dhe unë? Nuk kisha asnjëri mbyll TikTokun. Nuk të them që është vrarë një fëmijë, po ju them që nuk ka ndonjë. Shkollat plotësohen me psikolog, shkollat plotësohen me roje. Me roje shkolla, jo patronazhim. Që ministri aty japi dorëheqjen. Po ministri sultan parlament e qeshin dhe 3 ministresha të tjera. Ti thua tani, me që se kishin pjesë protest nuk ka qenë kurrë tema për mbyll TikTokun e protestës. Po thua po bie ndesh. Ti po bie ndesh. Se unë po bie ndesh, ti po bie ndesh. Po marrin vesh po bie ndesh. Kryeministri edhe ministri aty japi dorëheqjen vetëm TikToku të lulëzojë, se ju kërkoni që TikToku të lulëzojë. Protestuesit në asnjë kërkesë nuk kanë kërkuar censuror. Kanë kërkuar merren mashtra për mbrojtjen e fëmijëve. Një diktator përmend një episod dhe e përdor për agjendën. Po dhe ju e përmend. Dhe takoi 65 prindër brenda javës. Duke thënë që 65 politik. Katerina. Nuk duhet ta marrim sikur është vetëm një çështje politike, se këtu bëjmë një gabim shumë të madh. Shumë e rëndë. Domethënë Besarti ka të drejtën e vet që ta thotë këtë, po unë mund t'i them Besartit që gjej mënyra të tjera për t'u qasur të rinjve dhe të gjithë atyre që ti ke interes që të dëgjojnë fjalën tënde. Pra nuk janë vetëm rrjetet sociale Blendi, edhe pse jetojmë në këtë kohë. Dhe duhet kemi kujdes kur e trajtojmë edhe nga ana politike këtë gjë, sepse është e vërtetë që ne jemi shumë afër zgjedhjeve, po i bie që të diskutojmë gjithçka që bëhet vetëm për zgjedhje dhe nuk janë vetëm për këtë.